Siç e kemi edhe këtu në foto, për shembull, po ndalemi te kjo foto me që vetë se jemi këtu nuk po e kaluajmë. Për shembull, këtë vit e kemi pas forumin e dytë rajonal për mbrojtësit e të drejtave të njerëzit, pra Human Rights Defenders, ka qenë një iniciativë shumë e mirë, sepse ne që i takojmë shoqënisë civile, qoftë media, qoftë organizatat, shoqatat, apo çfarëdo lëvizje të tjera, kur i mbrojnë drejtat e njerëzit, kur e ngrit zonin ndaj padrejtësive, nuk është gjithmonë e lehtë. Është sfiduese dhe këto e dim të dyja për punës që e bëjmë. Kimu ballafaqu me cenzurën, kimu ballafaqu me një mentalitet që nuk është gjithmonë i hapur ndaj kritikës, edhe me një shoqëni që jo çdo herë e pranon ndryshimin. Pikërisht edhe në forumin rajonal për Human Rights Defenders, mbledhet shoqënia civile, mbledhen përfaqësues të institucioneve, mbledhen organizata rajonale e vendore, ku diskutojmë për praktika më të mira edhe mësojmë më thellë për problemet që e kanosin shoqërinë.